Përshëndetje me se erdhët në videon e radhës. Kjo është një video që ka kohë që dua ta bëj dhe e kam nisur shumë herë. Është një video që kërkon pak koncentrim edhe dua të rri këtu dhe mos të çohem 500 herë, kështu filloj prapë nga fillimi si histori. Kështu që kam thirrur kushërirën e ka dalë një xhiro me bebushin, kështu që un jam këtu dhe do t'rregoj më në fund historinë time të lindjes. Më vjen shumë keq për ato mama që mund ta kenë pritur të historinë e lindjes, sepse është eksperiencë pozitive dhe dua shumë ta ndaj me ju, sepse ka shumë eksperjenca negative dhe gjithmonë mamave që janë thazan, njerëzit rreth e rrotën mundon t'ja fusin frikën që a ke frikë, mos ke frikë. Kjo pyetje a nuk ke frikë të bën të ndalësh dhe të thosh, okay, pse duhet të kem frikë? Edhe prandaj dua ta tregoj shumë historinë time të lindjes, që nga fillimi kam pas mendime pozitive, nuk kam pritur si diçka që Zoti i Madh do vdesë, kam pritur si ditën më të lumtur të jetës time dhe ashtu ndodhi sepse unë do takoja bebushin tim. Varet shumë se ku do vendosësh ti fokusin tënd, te dhimbjet apo tek takimi yt i parë me bebushin. Edhe nena ndodh ajo që mendoj fundi fundit. Edhe nëse tani mendoj diçka që do ndodhi një gjë e keqe, një moment keq, filloj dhe ndihem keq. Kur mendoj pozitivisht, ndihem mirë dhe jam e lumtur. Mund të them që 50% ose hajt 40% është çdo gjë, mënyra se si e mendon ti dhe si do t'i presësh ti gjërat. Tani, ta tregoj, kam marrë telefonin sepse dua të jem shumë saktë. Shtazania ime nuk është se ka shkuar perfekt, dhe nga fundi kam rrezikuar për lindje të parakohshme, parakohe. 29 kam pasur shkurtim të qafës mitës dhe bebin e kam pasur shumë fort dhe rrezikoja që të vinte më herë sepse ndjeja edhe shumë presion. Në momentin bebi do lindi. Tani do shkojmë tek data 16 dhjetor. Në data 16 dhjetor dhe më plasën ujërat live në Instagram. Po njerëz, isha live në Instagram sepse kisha bërë një giveaway dhe po zgjidhja fitueset. Edhe isha shtrirë në divan edhe kur ndjej që plasën ujërat. Në atë moment u shtanga, se normalisht është një njësi që se ke pritur ndonjëherë. E thjesht u shtanga, ndoshta gocat që kanë qenë në live atë ditë do e dinë tani se pse ndodhi ajo që ndodhi. U shtanga dhe nuk dija se çfarë thoja, si të vërpoja si isha live. Kisha shumë njerëz online që po prisin dhe fituesin. Thema nga Geri dhe i thoja Ger, isha me shumë gëzim normalisht se thoja o Zoti i Madh më në fund erdhi bebi. Se isha 39 javëshe plus 2 ditë. Edhe mbylla, i thash atyre që 1 minutë do kthehem prapë, mbylla live-in, dola unë ndorrova edhe u futa prapë live sepse nuk i dijej, duhet ta mbyllja këtë giveaway sepse i bie që do ikja në spital, do lindja, do vinte bebi postpartum, sepse kisha nerva pastaj të merresha prapë me giveaway, kështu që thash do e përfundoj, futa live, përfundova dhe dola. Mora spitalin në telefon, spitali e dinte tani se kush kisha unë, sepse kam shkuar atje edhe për të folur për lindjen, për ta parë spitalin, kam bërë dhe kursin përgatitor që mendoj është super. Qose jetoni në Gjermani, po më sa diun dhe në shtete si Belgjika, ndoshta edhe Franca ofrojnë kurse falas që ti të marrësh sa më shumë informacione dhe mendoj se mund të ketë qenë një siguri shumë e madhe ime që unë e dija se çfarë më pret. Unë dija se çfarë do bëja kur të shkoj te spitali, e dija se si duhet të jenë ujërat kur plasin, çfarë ngjyre janë ato. Plus kam marrë edhe paketën lindjes tek Marinela mamia, besoj e njihni gjithë. Ajo ka një paketë lindjeje, disa video që ju tregojnë ju shumë për lindjen, si ta menaxhoni atë të tjerë. Marinela në gjendje në Instagram ka një shpim shumë simbolik, nuk është se është shumë shtrenjtë, duhet ta merrni patjetër dhe do ju ndihmoj shumë. Edhe gjithë kjo përgatitje që kisha, nuk kisha fare me frikë, kisha shumë e lumtur. Mbylla live, i thash okay, Zoti më në fund, nuk e di të ikim te spitali, shqyr Zoti. Spitali në telefon siç po thoja dhe i thash që kështu, jam Felani Fisteku, më ka plasur ujërat, jam kaq javshe, i thash emrin dhe aty ka çdo gjë, ka një dosje time sepse un kam shkuar për të bërë planifikimin e lindjes, për të folur për lindjen, për gjërat që ka, njohur ata me shtazanin time, si më ka shkuar, çfarë kam bërë gjatë shtazanisë. Edhe me emrin tim ata dinin se kush jam dhe më prisnin, kështu që më pyeten se çfarë ngjyre janë ujërat, i kisha ujëra të qarta, domethënë si ujë pa erë. Unë i thash që kështu, tha okay, e ke dhimbje? Jo, s'kisha fare dhimbje, thjesht kishin plasur ujërat. Dhe i thash, besoj se kam kohë të bëm gati avash, tha po, bëu gati avash. Merr valizhen, mund të bësh edhe një dush, u vret disa punë në shtëpi të vogla që ta lija shtëpinë në rregull, mbylla valizhen e maternitetit, bëra edhe një dush. Edhe unë nisëm në orën 8 pa çerek, më plasën ujërat e kemi qenë në spital në orën 11:30. Kam edhe këtu një video. Kargoj çdo gjë të dokumentuar. Kjo jam unë si një top kam qenë ditët e fundit. Kur shikoj kam shumë nostalgji, më besohet që kam kaluar ato që kam kaluar. Si fillim më bën një TTG për të parë nëse bebi është okay, edhe pse kam plasur ujërat, ose rrahet e bebit janë okay dhe ai po vuan, a kam kontraksione, sa të shpeshta janë. Edhe nuk kisha, kështu që më thanë sot do rish këtu, do presim 24 orë për të ardhur dhimbjet. Nëse ty nuk të vinë dhimbjet për 24 orë, atëherë i bie që do bëjmë me stimulues.
Edhe po lutasha shumë që të vinin dhimbje. U zgjova në mëngjes, nga mëngjesin e spitalit, po vinin fare dhimbje, dola, bëra pakesje. Më duket se një në darkë dhe një në mëngjes në orën 7:08 zeje. Edhe po, në 7:56. Sepse më duket kur plasin uja që mos marrë baby infekcion, duhet marrë kjo sonjë, nëse gaboj, nëse kam thënë gabim, po tani ka kaluar sa kohë dhe nuk mbaj. Pastaj gjithë dita kaloi kështu, nuk kisha dhimbje nga ora 5:08. Se kam këtu një video sepse kam bërë dhe një reels për Instagram. Kanë filluar dhimbjet, që nuk kanë qenë shumë të forta dhe kam bërë dhe TTG her pas herë. Dhimbjet nuk vishin shumë të shpeshta. E shkruaj Armirën sepse vetëm që ka ditur që unë jam atje ka qenë Armirë. Kemi treguar asnjëri ju përveç Armirës, sepse nga që nuk kisha dhimbje, nuk doja që të gjithë të shkruanin të trinë në merak, ha, linde, erdhi bebi gjithë natën deri ditën tjetër, kështu që nuk kemi treguar asnjëri ju. Kështu që në orën 5 që filluan dhimbjet, i thash Armirës, nuk ka mundësi të jenë këto dhimbjet e lindjes që thon njerëzit. Ishin dhimbje, seriozisht dhimbje periodash, jo shumë të forta, domethënë ishin të përballueshme. Dhe po njerëz, Chelsea është frymarrja. Mund të duket budallik, por është vërtet frymarrja, duhet merrni frym. Ta çoni poshtë edhe frymarrja ndihmon shumë, duhet merrni frym. Ta çoni deri poshtë, ta mbani pak, pastaj ta lëshoni shumë të gjatë dhe kjo ndihmon shumë. Kështu kam përballuar dhimbjet, megjithëse nga ora 5 deri në orën 9 kanë qenë të përballueshme, siç thash, kam bërë xhere për spital. Edhe pastaj kemi shkuar në orën 9:43, këto jam unë që më bën Geri video. Kam shkuar tek salla e lindjes për bërë CTG, por sukseva më sepse qëndrova aty. Geri që shikonte se sa të shpeshta i kam kontraksionet. Geri ka qenë në sallën e lindjes nga fillimi deri në fund. Pastaj dhimbjet pak më të forta kanë filluar pra në orën 10 pa një çerek, 21:43 ishte ora. Dhe u bën shumë të padurueshme në orën 1. Aty nuk bënte punë as frymarrja, më dha një si masazh ishte ajo, që si masazhues që vendosej tu te shpina dhe ti të dridhte ajo e shtypje dhe dridhe e shpina, por ajo më duket sikur më bënte më keq, sepse para s'më ndihmonte fare, sepse në ato momente ti nuk duron dot as veten tënde, trupin tënd të duket sikur po të ha trupin. Filluan dhimbjet e forta nga ora 1. Fillova po dridhesha dhe Geri që ka qenë të 2 kurset e përgatitore të lindjes që kemi bërë në Gjermani, e dinte se çfarë mundësish ka për të lehtësuar dhimbjet dhe tha e dona bëj atë gjilbërën sepse nuk të shoh dot kështu. Dhe ky është momenti më i vështirë që tregon Geri nga lindja, momenti ku më kanë vendosur epiduralin. Mamia ime sugjeron shumë epiduralin, ka thënë që nëse unë lind një ditë me 1 centimetër kur ti më hapur do të bëj epiduralin sepse është shpëtim. Është thënë që ose është veten që je lodhur, duhet kesh shumë fuqi që të marrësh veten që të shtysh për bebin. Kështu që thash, okay, do marr epiduralin, isha hapur 5-6 cm. Bëra epiduralin dhe aty thash se shpëtova. Nuk ke dhimbje, por ndjen shumë shtyrjen e bebit që është hyn poshtë, domethënë presion ndjen. Normalisht më tha edhe mamia që vërtet nuk ndjen dhimbjet, domethënë këto dhimbjet e mesit këtu para, por normalisht do ndjesh presionin e bebit dhe kur bebi shtyn. Është më mirë edhe për momentin e shtyrjes që ta dish se kur duhet të shtysh dhe kur jo. Edhe kam menduar gjithmonë fjalët e mamis, kam pyetur dhe Marinela, gjithmonë kam pasur në WhatsApp, kam pyetur shumë shpesh, ndoshta mund ta kemi edhe bezdisur. Shiko, në orën 00:55 kam bërë epiduralin, aty ku filluan dhimbjet ishin shumë intensive. Edhe ja këtu jam unë. Këtu jam unë në orën 2:52, po, ka qetë vërtet. Video ma ka bërë Geri. Pas kësaj fotoja, nuk ka foto tjetër, vetëm fotoja që ka lindur brojës. Në një moment që kisha shumë dhimbje dhe mendoja si të shpëtoj, i thoja Gerit, ky është fundi im, ky është fundi im. E tha Geri, bëja të gjilbërën se nuk të shoh dot kështu shumë. U qetësova shumë, mora shumë energji, thash okay, kur do që të vi baby, jam gati të shtyj. Këtu në Gjermani epidurali është që të bën një gjilbër tek shpina, pastaj të vendosin disa tuba dhe t'japin një pul që ti mund ta shtypësh dhe ta dozosh sa herë të duash dozën e epiduralit. Kur nëse ke dhimbje, unë e bëra një herë, edhe isha shumë okay, domethënë ndjeja shumë presion, por ishin të përballueshme dhe vërtet me frymarrjen e menaxhon çdo gjë, përse kisha më dhimbje. Dhe në momentin që fillova të ndjej, okay, më duket se po del efekti i epiduralit para asaj gjilbër që kisha marrë, thash, Ger, më duket se dua ta shtyp edhe një herë sepse po ndjej prap më shumë dhimbje. Për ta shtypur, ajo u prish ajo gjëja, bënte pipi, erdhën ata anestezistët, sa e morën për ta rregulluar ata, pastaj fillova të ndjeja shumë presion, i thash Gerit, sire atë, sepse më duket po vjen bebi. Gjë në Gjermani është super, mjafton të shtypësh një buton edhe vjen mamia direkt.
Kam pasur shumë të mirë edhe më motivonte shumë me fjalët, bravo ti e bën shumë mirë, merr frymë me kështu, shoh bebin, shoh kokën, edhe Geri normalisht ka qenë shumë motivues. Mendoj se babi i bebit duhet patjetër në lindje dhe nëse keni mundësinë ti merrni. Një motivim shumë i madh dikush që ti e do shumë atë ditë që të ndihmoj aty, kështu që babi i bebit në dhomën e lindjes është perfekt. Bravo, shur, kështu, shumë bukur. Edhe mamia t'ja del shumë mirë, ti po e bën shumë mirë, wow, kështu. Kisha dëgjuar që është më mirë që bebi mos rrish shumë te kanali i lindjes, edhe sinqisht kisha dëgjuar që edhe ai vuan shumë për të ardhur. Domethënë normalisht edhe ai bën pjesën e vet, dhe unë pjesën time që ai të vi në jetë. Kisha vetëm një gjë në mendje që ai po vuan shumë, po mundohet të vi dhe unë duhet ta ndihmoj. Dhe kjo ka qenë besoj motivimi im, më bëhet një shikokra, më ngritën qimet përpjet. Ndërsa kjo ka qenë motivimi im për të shtyrë fort. Unë them që Brois ka ardhur në më pak se 30 minuta. Të kështu ja dola shumë mirë dhe besoj se kjo ka qenë fal epiduralit. Besoj se nëse nuk do kisha bërë epiduralin, do kisha qenë shumë e lodhur dhe nuk do shtyja dot me aq fuqi sa mblodha ato 2 orë. Epidurali ose PDA-ja quhet në Gjermani e mora në orën 1. Edhe bebi erdhi në orën 3:18, pra nuk është se vuajta shumë dhe 10 njerëz, më them që ishte një mrekulli, do kisha bërë këtë lindje 10 herë të tjera. Do kisha dashur të takoja Broisin tim edhe 10 herë të tjera, është një ditë shumë për mua është dita më e bukur e jetës time, sepse ishte shumë bukur dhe në momentin që si lindi, ma vendosëm këtu poshtë sepse kishte kërthisën, se kishte prerë akoma bebi. Ai qante dhe e përkolla pak te krahu dhe pushoi direkt. E përkolla këtu te krahu dhe i thoja shpirti im, unë jam mami jot. I thash Gertu, sa i bukur qen ka, sepse kishim bërë një foto 3D, por kur kam bërë ekën morfologjike, kishim bërë një foto 3D, por ka qenë shumë i vogël, nuk dallohej mirë. Qenë gjatë gjithë kohës shumë kurioze ku do i ngjaj dhe ishte shumë i bukur. I thoja Ger, sa i bukur qen ka. Kam qarë me dënes, mirën, po kemi qarë bashkë me Gerin me dënes, dhe mamia që na shikonte dhe që ishte. Edhe jam shumë e lumtur për gjithë punën që ka bërë trupi im. Jam shumë krenare për trupin tim, për veten time, për forcën time. Jam shumë krenare për femrat në përgjithësi që ka një forcë të tillë për të sjellë në jetë një njeri mrekulli, edhe ai moment për mua ka qenë moment triumfi. Dhe kur e mendoj tani më duket si ëndër, si magji, nuk mund të jetë e vërtetë që unë e kam lindur këtë njeri. Vetet kem përjetuar një gjë kaq të bukur. Edhe kur e shoh Broisin, them, nuk ka mundësi, trupi është magjik për gjithë punën që bën. Por, çdo gjë shkoi shumë bukur, por placenta nuk doli dhe ka qenë vetëm ajo gjë që unë nuk kam pasur informacion fare. Mund të ndodhte që placenta nuk del. Ka qenë fundi i hidhur. Do ju tregoj diçka që ka mbajtur mendjen time pak më pozitive dhe më në rregull, edhe pse kam dëgjuar shumë eksperienca negative, thonë, do vdesësh, nuk e ke idenë, është shumë vështirë, pse s'ke frikë, ke frikë. Kur kam dëgjuar eksperienca negative, ose kur më kanë thënë, do të ndodhi kështu, këto gjëra që thonë njerëzit që janë po presin me këmbë të para për të thënë që o Zoti i Madh, do të shkoj shumë keq, mua më bë kështu, më ndodhi kështu. Kam menduar gjithmonë si një fat, faleminderit Zotit që kam mundësinë edhe shansin, mrekullin, fatin të përjetoj një gjë të tillë, edhe jam shumë e lumtur për këtë fat, për çdo eksperiencë të keqe që mund të kem dëgjuar, kam thënë kjo nuk ka pse të jetë eksperienca ime. Edhe për kur më kanë treguar mamit një lindje që mund të ketë shkuar perfekt ose vaj, kam thënë bravo, kështu do të shkojë edhe mua do të shkojë edhe më mirë. Si më thënë, kam manifestuar dhe kam tërhequr të gjithë energjinë pozitive dhe një eksperiencë të mirë të lindjes tek vetja. Që mos dëgjoni dhe mundohuni shumë të mbani mendjen të qetë, sepse sa më e qetë ti, sa më e qetë bebi, dhe besoni shumë tek trupi juaj. Trupi juaj mund t'ja dali, sepse ti nuk je as e para, as e fundit. Edhe unë nuk isha e para që nga doli gjithë ky njerëzim. Nuk jam as e fundit që linda kur disa gra po lindin tani. Kështu që koni bebin tuaj, çdo gjë të shkojë perfekt. Kam dëgjuar që ka gra që kanë bërë lindjen e parë për 30 minuta, kanë shkuar në spital dhe kanë parë që që kanë bërë lindur, dhe kanë lindur brenda 30 minuta. Pse ta mbushin mendjen me eksperienca negative dhe me mendime negative 9 muaj rresht, duke bërë keq vetes edhe bebit, që frika si do ndodhi, çfarë do ndodhi, ndoshta në fund do shkojë çdo gjë perfekt edhe do thuash o Zoti i Madh, si pas kanë vrarë mendjen kohë gjithë këtë kohë dhe se kanë
përmbushur veten time me pozitivitet. Kështu që besoj që ju do keni një eksperiencë shumë herë më të mirë nga ato që dëgjoni. Tani do i tregoj pak edhe pjesë placentës edhe momentin që lindi bro. Kam qarë shumë njerëz, kam qarë shumë me dënes, kam qarë. Ja, këtu ja kam fërkuar krahun. Shisa i bukur është atje. Fërkuar krahun dhe pushoj s'po qante më. Tani kaloj pak te placenta, siç u thash më parë, ishte vetëm gjë që unë nuk është se kisha informacion dhe nuk e dija që placenta nuk do dilte. Edhe kur më tregoi mamia thash s'ka gjë. Doli bebi, tani placenta bëhet si bëhet ç'a bëhet, bebi lindi mirë, çdo gjë shkoi perfekt. U munduan shumë të nxjerrin placentën me pozicion ulur, me gjëra kompresa, nuk punë edhe bebi në gji për të shliruar hormonin e oksitocinës, gjëra kështu nuk funksionoi sepse placenta ime ishte e mpiksur dhe nuk shqitej nga unë, me sa kuptova, dhe nuk dilte. Zakonisht placenta del vet pak minuta, pak momente pasi ka lindur bebi, por tek unë nuk ndodhi kështu. Pritur mamia bashkë me doktoreshën që ishin aty gati 30-40 minuta për dalë placenta dhe thanë nuk presim dot më sepse i bie që ty të humbësh shumë gjak edhe duhet të shkojmë në operim. Kur gjuva fjalën operim thash okay, unë bëra gjithë të lindje të bukur dhe prapë nuk futem në operim dhe ajo tha jo, nuk është operim, nuk do pritesh sepse mendimi i parë është që do mpresin me thik. Tha jo, nuk do pritesh, por nxirret me dorë edhe me instrumente. Ka shumë sikur bën abort, me sa më kanë treguar edhe kam dëgjuar vërdall. Më futën në sallë, nga mesi e poshtë kam qenë në pirë, nga mesi e lart kam qenë zgjuar edhe nuk e di njerëz, kam kaluar super mirë. Kam pasur një mjek që më mbante dorën fort, kam pasur një mjek tjetër që më fërkonte shpatullën edhe më thoshte çdo gjë të shkojë mirë sepse ka por me të qarë. Në momentin që ndava me bebin dhe Gini, kisha thënë Geri që duke qarë, po unë s'do ri fare me bebin, tek salla që po hiqnin placentën. Të qaja shumë, qaja nga gëzimi, se gëzimi i madh njerëz. Kisha një gëzim, një asit pa parë që unë ja dola dhe më duke si moment triumfi, pavarësisht se dija fare se çfarë po ndodh aty poshtë me mua kur po hiqnin placentën, po kam pasur edhe një besim pa parë tek doktori, kështu që nuk bësha fare merak dhe kam pasur shumë suport. Siç thash, më rinin shumë afër, më fërkonin shpatullën, çdo gjë të shkojë okay. Mundoheshin të merrin muhabet, hënkë lindje si quhet etj. Mezi që të mbaronte ajo dhe të ikja prapë tek bebi. Kështu që mbaroi operacionin në thojza, isha shumë e lodhur, nuk kisha fuqi as të ngrija bebin sepse isha shumë, nuk e di, ndihesha shumë e dobët. Por kjo ndjesi lodhjeje, që Zoti kaloi ditën e parë, kështu që pastaj e morën veten. Do ju tregoj një foto. Kjo është fotoja kur lindi brojës që ma lan të vetja. Kjo është një foto tjetër, këtu kam qenë shumë e lodhur, edhe pasaj normalisht e mora pak më shumë veten. Ora një pastaj ka ardhur Amira, na ka sjell kafe, ushqime. Ja ku jam unë me bebusin këtu. Që në spital njerëz dhe deri tani brojës flen kështu si për meje. Erdhi mami, shikoni. Erdhi mami për vizitë. Jam shumë e lumtur që çdo gjë shkoi mirë me bebin dhe me mua, edhe pse placenta nuk doli, prapë shoh si një gjë shumë të vogël. Jam falendëruese edhe që heqja e placentës normalisht shkoi siç duhet. Dua t'ju them të gjithë mamave shtazan, thjesht ndërroni për momentin që ju do takoni bebin tuaj, mos mendoni si do shkojë, mos mendoni për dhimbjet. Thjesht mbushni veten tuaj me pozitivitet, të thoni mezi po pres, unë mezi kam pritur të më vinë dhimbjet. Mezi thoya të lutem të vinë ato dhimbjet dhe dua të takoj bebin. Ne po qafoj shumë të gjithë mamave shtazan, qëndroni të qeta sepse një shtazanie e qetë, një lindje e qetë, sjell një beb të qetë edhe të lumtur. Mirëmbafshim dhe po qafoj shumë.